edhe me i marë diku 50.000 euro qeron vjetë për që ati parku. Ky është koncepti i menaxhimit të ri publik, është koncept më i vjetër prej Reaganit tek ne, New Public Management, i cili mantrën e parë ka. Sa më shumë që tjetë e mundshme buxhetin me investu, jo me shpenzu. Dun pika parë, alfa. Çështu kom punuar ose me i marr 70-80.000 euro për një parkingu qira, komuna e Gjakovës. Ose me i pastru qatë shumë dhonjet me qira, që me mri veç deri të çmimi. Që një shembull konkret për them. Kemi pas dyqan, shumë dyqane, po veç një shembull ta marrim, në qendër qytetit, i cili ka pagu 80 euro qira në muajt. Dyqanet kryqi private ka 800. Kur kom shkuun, e kom kthy dhonjen me qira ekskluzivisht të çmimi. Qa do thot të çmimi? Jo me i thonë, duhesh me i pas sytë e kaltërt, me pas një BMW për me marrë me qira, jo. Vetëm që në këtë vend nuk bën me pas automekanik, së është rrugën Nën Tereza, s'bën me pas autolarje, e tjera, edhe tash. Kush e jep çmimin më të lartë kualifikohet. Çmimi i të njëjtit dyqan ka shku 1.100 euro në muajt. Qështu rrit buxheti. Edhe që kjo është e djathta, besoni, unë e përfaqësoj djathtën e mirë, që ashtu i thëmë. E djathta është me nxit ndërmarrësinë, me nxit njerëzit me investu sa më shumë që tjetë e mundshme. Jo me ju bo krejt gati e me i pasivizu. Na dim që kemë bashkëqytetarë që nuk kanë mundësi me i bo vetë. Duhet edhe banimi social. Jemi duke ndërtu. Po për tjerë, punoni, angazhohi, se ju garantohet suksesi, mirë po nuk garantohet suksesi pa punu. Duhet me u munu. Qa bën komuna, provon me i rrit tyrat në mënyrë normale. Se është ekonomi e tregut, edhe komuna punon në ekonomi të tregut. Për që to janë qerat që i marim na sot 10 fish më të mëdha se sa që janë marrë. Që ati parkingu që unë jam marrë 6.300 euro në mujtë sot, komuna u konë të i marrë 200. A jeni të kuptu për që jemi të folë. Jemi veç me kthy komunën ferr edhe në ekonomi të tregut. Jo me adhon dikuj me hatër parkingun. Veç mi thonë, mshel një zarfat, bini zarfat. Kush e ka çmimin më të madh merr. Edhe që shtu ka ndohë. Tashti, dikush edhe i dhënohet, se ka dhonë çmimin për 30 euro më të madh. Po që kom lidhje unë me këtë punë, unë e vendosi normat. Norma është edhe nëse 50 cent e ke dhonë më të madh çmimin. E me marë, po. Shumë thjesht. Kjo është ajo që po i them unë e djathta, biznesi është tepër i rëndësishëm. Biznesi është tepër i rëndësishëm, se biznesi ka me e kthy trunin. Se unë e di që shumë kush thot, dojmë me kthy trunin prej diasporës, dojmë me kthy trunin prej Prishtinës Gjakovës dhe prej Prishtinës në Gjilan ose kudo. Nuk e kthen të fole të majt ligjerata. Si ka qenë raporti me diasporën, posaçërisht, me investimin nga diaspora? Kemi shumë investime prej diasporës, Kryesisht me gastronomi, apo ka? Jo, ka fabrika e në hapë prej diasporës, që t'jemi të qartë, fabrikat prodhimit. Gjakova sot është prodhuesi më i madh në Kosovë për eksport. E keni pastër çfarë do shifra me marrë. Shkasim për shkak komoditës, apo edhe për shkak të hek? Komodita për një kohë gjatë ka pas një lion's share. Po unë për ju them që ka shumë kompani në Gjakovë që eksportojnë. Prapë ka kom kujdes mos me bo shumë reklam. S'ka lidhje, nuk ka lidhje për atë punë. Pjesë elektrike, kablo, dveturave e kem qelë shpejt. Plastika për rokatqej Heinz's që shiten këtë botën, prej Zelandës re dhe në Amerikë. Gypa fleksibil për ujë. Dyshekt komoditas. Metal, pjesë finet metalit prej roniferit. Material ndërtimor, R&D, kemi 10 ose 15 kompani që eksportojnë R&D, qelë që gjam, kompani që janë rrit, konfeksion, besoni që ka gra, kryesisht gra që punojnë në dizajn, që janë të jashtëzakonshme, janë milionë që eksportet, që ta dim, në shumë fusha. Shumë fusha. Ka nis garën mes bizneseve në Gjakovë dhe kam pëlqen. Ndëgjoni, para 10 viteve, fabrikat kanë qenë sikur në kohët komunizmit në gjithë Kosovën. Ke hyj, ke po dollastra, majtas, disa gomat vjetra, djathtas. Sot, kur hyn në pjesën dërmuese të kompanive, bari është i prem, është pastër, janë drujt e mjellun, e kanë ndiku njëna tjetrën kompanit. Ju shkoni në një fabrikë